nderuar miq, mirëmbrëma, takojmë me të pashoq si çdo të mërkur. Në fakt, ditët e fundit kur e fjalë të gjitha zhvillimeve si brenda vendit por edhe jashtë vendit, padyshim që kanë qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjithçka tjetër që lidhet me ta. Në fakt, ditët e fundit BUI ka bërë edhe vizita e kryeministrit Edi Rama në Izrael me reagime të forta nga Turqia, por jo vetëm. Për gjitha këto ne do të diskutojmë sonte në studio me Ilir Kullën. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. E nisim fillimisht nga pjesa shumë e diskutuar, shumë e debatuar, pse kryeministri ynë mungoi në samitin e Davosit dhe zgjodhi, e mbuloja, e justifikoja, e argumentoi me takimin me Ivanka Trumpin që vizitoi për 48 orë Vlorën, që lidhet padyshim me investime strategjike në zonën përreth. Flitet underground, ndoshta teori konspirative, ti do ma thuash më mirë, se mund të ketë në të ardhmen e afërt një vizitë të kryeministrit Rama direkt në shtëpinë e Bardhë për të bërë dhe këtë firmosjen e madhe, edhe pse de jure tashmë ka ndodhur për bordin e paqes. Firmosjen e kujt, Sazanit? Sazanit, po, ajo është çështje tjetër pastaj. Po do firmosë Sazanit shtëpi të Bardhës? Jo, që lidhet me bordin e paqes, ndoshta diçka një vim. Bordi i paqes u themelu, nuk kam, u lexuan dhe listat, u bë dhe prezantimi, u fut dhe emri i Shqipërisë, thjesht Shqipëria si ishte përfaqësuar aty. Pse mungoi? Pse mungoi? Duhet pyesni zotin Ramën. Unë mendoj që në zhvillimet e mëdha globale Shqipëria ka qenë, është dhe do vazhdojë të mbetet shumë periferike. Dhe fakti që ne vazhdojmë shohim veten se jemi qendra e botës, kjo nuk ka lidhje fare me ne. Periferike është dhe Kosova, apo ishte pjesë? Po jo, Kosova për shkak të historisë vetë 25, 26, 27 vitet të fundit, po edhe të problemet që ka me Serbinë e tjerë, është shumë më pak periferike se Shqipëria. Unë mendoj që dosja e Shqipërisë në shtëpinë e Bardhë, nëse shkon ndonjëherë është një event i madh, domethënë. Herë e fundit që dikush ka qenë në shtëpi të Bardhës në vizitë shtetërore është Patos Nano si kryeministër kur do bëj Adriatik Treshin me 2 kryeministra të tjerë të Maqedonisë Veriut edhe të Kroacisë, sepse do bëj zgjerimi i NATO-s, pra ishte një event i përmasave, le të themi, globale. Dhe që të shkosh në shtëpi të Bardhë, duhet vërtet që për shkak edhe të mënyrës se si është ndërtuar Amerika, duhet vërtet që agjenda të jetë kaq e rëndësishme që. Pra, nëse ne do të kishim një luftë kundër Iranit, edhe do kishte ky koalicioni i vendeve të bordit paqes, Këshillit paqes, do të kthehej në një koalicion ushtarak anti-Iran me trupa të tjerë, atëherë ndoshta do mund të kishim pas një vizitë në shtëpi të Bardhë të presidentit ose të kryeministrit të Shqipërisë. Kur themi vizitë shtëpi të Bardhë, themi vizitë shtetërore, se shtëpi të Bardhë ka njerëz sa dush që kanë bërë foto kështu, po pritje shtetërore në shtëpi të Bardhë. Ose kur themi vizitë shtëpi të Bardhë, nëse kryeministri Rama 2 ditë më parë në Jeruzalem, në parlament apo në konferencën për shtyp me kryeministrin e Izraelit, do të thoshte që Shqipëria nismë mbështetjen e SBA-s e tjerë do spostoj ambasadën nga Tel Avivi në Jeruzalem. Këto janë eventet e mëdha. Po eventi që futesh ti me... Po mirë, ka dhe një alogjizëm, besoj unë. Eventi që futesh ti me X vende të tjera në një ashtu. Jo, tani më thuaj, sepse a u ftua nga Donald Trump kryeministri Rama për bashkëthemelim të bordit paqes, sa ko u ftua, atëherë nuk u ftua. Po si? Nuk u ftua dhe nuk kishte. Po si nuk u ftua, se u publikua ftesën? Po shikoni, mos manipuloj me opinionin publik. Mjafton propaganda zyrtare për manipulim. Presidenti i Amerikës ka marrë një nismë në të cilën ka një bord që janë futur emrat aty, dhe këtë e dim që ashtu, ku është një politikan i famshëm bullgar që është marrë shumë me linjën e mesme, janë disa përfaqësues të vendeve të gjirit, cilët do fusin parat te ky bordi e tjerë, ku është ish kryeministri i Britanisë Madhe Tony Blair e tjerë, që ka të bëjë me rindërtimin
e administrimin, rindërtimin e gazës e tjerë. Në kuadrin e kësaj nisme, është menduar pra ku secili për gazën nga këta, përfshi këtu edhe Putinin, e tha presidenti i Rusisë, duke pritur presidentin e Palestinës në zyrën e vet javës që shkoi, secili nga këta do fusin 1 miliard euro në këtë projektin e ndërtimit të Palestinës. Nëse do të jenë të përhershëm si antar. Kjo është për Palestinën, kjo është për gazën. Ngadalni, mos i ngadrojmë gjërat. Pra pagesa do të bëhet për ata që do merren me gazën. Okej. Pastaj bordi, dhe këtë e pam në Davos, ti shpjegojmë njerëzve, në Davos kishte 2 evente. Një event ishte Davosi, ai i famshëm që ishte të hënë të martën, ku ishte dhe Alex Soros e shumë politikanë tjerë europianë e tjerë. Dhe atashuar me Davosin, ishte dhe vendi i Këshillit të Paqes që organizoi presidenti i Amerikës. Pra, janë 2 evente ndryshme që se duket sikur janë në njëjtë gjë. Madje janë as në njëjtën sallë. Vetëm vendi është, lokacioni është vetëm i njëjtë. që ishin në Davos. SBA dhe presidenti i Amerikës nis një nismë tjetër, që është që bordi i paqes, ky që u themelua për gazën, Këshilli i Paqes, të zgjerohet dhe të kthehet në një organizatë ndërkombëtare, siç ka shumë organizata ndërkombëtare sot në botë. Dhe ndoshta, duke nisur nga aty, bazë të rregullave organizatave ndërkombëtare, është me siguri mund të regjistrohet edhe në OKB dhe të kthehet mirë filli një organizatë ndërkombëtare siç ka shumë organizata ndërkombëtare sot në botë, aq më tepër që themelues dhe përfaqësues të këtyre organizatave ndërkombëtare janë dhe vende sovrane, siç ishin ato vende që ishin aty që na shkruani, po siç është dhe Shqipëria, që është një vend që ka thënë, "Ok, ne jemi dakord që do marrim pjesë të kjo nismë e re të kjo organizata ndërkombëtare që quhet Këshilli i Paqes apo Bordi i Paqes, që t'i sqarojmë se janë gjëra ndryshe të manipuluar edhe bukur me opinionin publik që njerëzit t'i ngatrojnë. Po këto 2 evente, Bordi i Paqes dhe Davosi, përveç faktit që ishin në të njëjtën kohë në Davos, fakt kjo ishte 2 ditë më vonë, nuk ka gjë që i ndryshon. E vetmja gjë që e bën Shqipërinë interesante në këtë gjë që ndodhi, është që Shqipëria bëri një votim në Parlamentin e Shqipërisë, duke thënë që ne do t'i bashkangjitemi pra kësaj nisme të re globale etj që drejtohet nga presidenti i Amerikës. Thjesht Shqipëria duhet ndaj mend çfarë do bëjnë të ardhmen. Pse? Sepse në të njëjtën kohë kemi prioritet antarësimin në BE, në të njëjtën kohë jemi në NATO, në të njëjtën kohë jemi antar të OKB-s, dhe në të njëjtën kohë u bëm me votim të parlamentit edhe antar të Këshillit të Paqes.